Me fokus shkeljet e rregullave të qarkullimit rrugor, policia rrugore gjatë këtij muaji ka vepruar me dorë të hekurt në qarkun e Shkodrës. Akset janë monitoruar pa ndërprerje me pajisje logjistike të loguara dhe pa loguara me qëllim menaxhimin e trafikut dhe evidentimin e çdo shkelje që bëhet burim për aksidente apo pengesë në qarkullim. 6 drejtues automjetesh kanë përfunduar në prangat e policisë, 12 të tjerë janë proceduar për veprat penale të drejtimit të mjetit në mënyrë të parregull dhe shkelje rregullave të qarkullimit, ndërsa janë vendosur 4.997 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Kryesojnë masat për ndalim apo qëndrim të gabuar, 1.857 të tilla, pasuar nga masat të tjera për shkelje të kodit rrugor 1.756. 307 masa janë marrë për mosvendosje të rripit të sigurimit, 182 për mosvendosje të kaskës mbrojtëse, 509 për parakalimet gabuara, 228 për mosdhënie përparësie të këmbësorëve, 58 masa për përdorim të celularit, 55 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit dhe 45 masa për xhamat e errësuar. Kontrollet nga policia rrugore do të vijojnë në gjitha akset rrugore, urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur mjete bashkëkohore logjistike me qëllim përmbushjen e parametrave të sigurisë. Policia rrugore e Shkodrës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat, të mos kryejnë parakalimet gabuara, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos e drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit. Ftohen qytetarët që për çdo parregullsi të denoncojnë në numrin pa pagesë 112.